javna tužbica. Kam një kërkesë për përjashtim të Ja ću to... Zašto što tu ndërpër? E di që ndoshta nuk ju pëlqen Znam da možda mi se ne sviđa hetimi që unë kam zhvilluar në këtë rast. istraga koju sam Poštovani sudija, nemam nikakvu primjedbu individuar gjyqtar, nuk kam kurfar prekjesh na sastav suda i na vaše članstvo. Katës. Imam zahtjev za izuzeće javna tužbica. Kam një kërkesë për përjashtim të Ja ću to... Želim da podnesem zahtjev za izuzeće. Të parashtroj kërkesë për përjashtim, kryesisht Nijedna radnja asnjë veprim od dokaza koje sam predložio nga prova nije preduzeta. kam propozuar nuk është ndërmarrë. Ja sam predložio da se Unë kam propozuar që të merret video incizimet e kamerave nga 2 objekte, që të bisedohet edhe më së paku me 4 persona, da se izvrši analiza baznih telefonskih stanica, që të bëhet analiza bazike e stacioneve telefonike, që të vërtetohet nga cilat antena telefonike je u kritično vreme në kohën kritike Jovani ka pranuar signale. Kjo do të tregonte se ku ka qenë. Në asnjë mënyrë nuk është vepruar sipas kësaj. Duhet dhe pritet seanca Tužioca, ročište treba da se dhe jem të obliguar i obavezni presën derisa da se čekamo kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës merr një vendim. Republike Kosovës donosi në Se kohë. kështu duhet ndërpër. Po i ka shprehën këtë kërkesë. Pra pse kërkesë duhet më shërtu? Jo, po kështu të jem mbi bazën e kodit. Jo, po kalon edhe po çfarë kurfar. Jo, dhe shumë kjo sërinë, se ne kom planuar kërkesa të polës grojëse. Duhet të japë sërinë. Të dam moja objašnjenja. Pa kishëm? Jo, Hajde. jo. Faleminderit, gjyqtar. Hvala vam sudje. Unë i dëgjova me vëmendje Ja sam pažljivo slušao kërkesat e polës mbrojtëse. E di që ndoshta nuk ju pëlqen hetimi që unë kam zhvilluar në këtë rast, istraga koju sam ja vodio u ovom slučaju. por i njoftoj polët Obavještavam stranke që sulmi terrorist ka qenë sulm profesional dhe ka qenë i koordinuar në mënyrë të përsosur. Provat të cilat i ka propozuar dokaze koje mbrojtja e të panderit Jovan Vicentijević, okrivljenoga Jovana unë Vicentijevića, i kam analizuar ja sam te dokaze dhe i ndëgjova dhe sot. Komunikimet telefonike të panderit Jovan Vicentijević Jovana Vicentijevića. kanë qenë komunikime përmes Bile su komunikacija sistemit të telekomit të Serbisë dhe që ne autoriteteve serbe ju kemi drejtuar 2 herë htjeli smo se 2 puta në kërkesë për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, po përkundër premtimeve të autoriteteve serbe në ofrimin e bashkëpunimit në këtë rast, ne nuk kemi pranuar përgjigje nga ta.